Jam shumë e lumtur të flasim në këtë puntat një temë shumë interesante. Dieta drastike. I kam provuar të gjitha dietat. Në peshore kjo gjë përkthehet në 3-4 kg të peshës së trupit, një dietë e personalizuar dhe që i ndjek të gjitha llojet e trupit. Rezultatet do t'i japi në planin afatgjat dhe për gjithë jetën. A mund të na tregoni disa nga dietat më të përdorura, pra këto dietat rrufe të shpejta? Po, për shembull dietat Përshëndetje. Jam shumë e lumtur të flasim në këtë puntat pikërisht për një temë shumë interesante, të cilën mund ta gjeni në çdo rrjet social, është më e ndjekura, është një trend dhe bëhet fjalë pikërisht për dietat rrufe, dieta drastike. Ato dieta për të cilët shumë nga ne mendojnë se mund të na bëjnë elegant në pak kohë. Po çfarë kosto kanë këto dieta në shëndetin ton, në mendjen ton dhe në atë çfarë i ndodh realisht trupit ton? A janë të këshillueshme këto dieta? Si mund t'i ndjekim? Dhe shumë detaje të tjera, unë jam shumë e lumtur që kemi të ftuar sot një doktoresh të re me shumë talent, nutricionistën Silvia Guxheo, cilën unë e falenderoj jashtëzakonisht shumë, e cila na është bashkuar në podcastin ton të radhës për të dhënë këshillat e veta, për të na thënë rreth trendit çfarë ndodh, dhe pse jo për të patur edhe kujdes dhe për të mos qenë prej tyre shpesh herë siç ndodh në një lajm që marrim në rrjetet online apo në ndonjë lajm të pakontrolluar, pasi kjo mund të na kthehet në një kosto jo të vogël. Mirë se erdhe dashur. Shumë faleminderit Eglantina për ftesën. Jam shumë e lumtur që ndodhem në studion tuaj dhe që kam mundësinë të flas për këto tema të cilat ne i dëgjojmë vazhdimisht në sallat e vizitës, i flasim shumë shpesh me pacientët. Dhe mendoj që nuk ka akoma shumë informacion mbi këto dieta dhe realisht efekte që ato kanë në planin afatgjat në trupin e organizmin ton. Doktorisha sot çdo gjë është e shpejtë, edhe dietat njerëzit i duan të shpejta, ndryshimin e duan të shpejtë. Si arritëm këtu dhe çfarë janë këto dieta drastike të shpejta të rrufe? Dietat rrufe janë dietat të cilat eliminojnë grupe të mëdha ushqimore, zakonisht karbohidratet që është një nga klasiket, ose dieta përgjithsisht që të premtojnë rezultate shumë të shpejta në shumë pak kohë dhe përveç eliminimit të grupeve ushqimore ka ose konsumim shumë i pak në përgjithësi të grupeve të ndryshme, ose konsumimi për shembull janë dietat monoushqimore që konsumojnë vetëm 1 ose 2 produkte, siç është dieta me vezë ose dieta me kos, pra janë dieta drastike që të lejojnë që të humbësh shumë peshë në shumë pak kohë, por në mënyrë jo shumë të kontrolluar dhe ka efekte afatgjata mbi metabolizmin dhe mbi trupin ton. Mendoj që ne kemi arritur këtu sot sepse bota ku jetojmë më shumë e shpejt, ka shumë informacion, shpesh na ndodh që edhe të krahasohemi me persona të tjerë që shohim në online, në rrjetet sociale dhe kultura e dietave, sepse kultura e dietave tani po rregullohet, por ka qenë dhe shumë e ashpër le të themi për disa element. Mund të na thoni pse janë kaq tërheqëse për njerëzit? Pra njerëzit i kanë përqafuar këto dieta, i shikojmë që i lexojnë dhe direkt i aplikojnë në ditët e tyre për të patur një rezultat. Cila është arsyeja që është ky trend i jashtëzakonshëm i këtyre dietave? Unë mendoj personalisht sepse t'japin iluzionin e një gjëje që funksionon shumë mirë dhe shumë shpejt. Dhe njerëzit truri ynë është i kalibruar nga ana biologjike që të mendoj që zgjedhjet që janë më të shpejta dhe më të thjeshta, të lidhur me sistemin e shpërblimit dhe me dopaminën, na tregojnë që këto zgjedhje bëhen më të arritshme, më të fuqishme. Dhe njerëzit shpresojnë dhe mendojnë që duke ndjekur këtë lloj rendi, sepse krijon iluzionin që duke bërë një gjë shumë të thjeshtë për pak ditë, ti arrin rezultate që realisht do duhesh më shumë kohë, më shumë durim, më shumë impenjim dhe në përgatitjen e recetave, gjërave të ndryshme që na takon në përditshmëri. Dhe duket si zgjidhja më e thjeshtë, marrin ndoshta si një zgjidhje universale që mund të funksionojë shumë mirë për të gjithë dhe më me pak mund. A mund të na tregoni disa nga dietat më të përdorura, pra këto dietat rrufe të shpejta, që njerëzit i kanë më shumë qejf dhe i gjejnë shumë lehtësisht në rrjetet sociale dhe që po bëjnë namin, po ta themi edhe në gjuhë të thjeshtë? Po, mjafton që të hapim Instagramin ose TikTokun dhe thjesht bëjmë një scroll dhe shohim që ka shumë dëshmëri, janë të ndryshme,
Po për shembull dietat që janë detox, janë me lëngje të shtrydhura, dietat siç thamë më parë që eliminojnë komplet një kategori ushqimi, zakonisht karbohidratet, pasi karbohidratet janë e keqja e nutricionit, është ai grup ushqimor i cili është i parë që eliminohet. Dietat me shumë pak kalori, për shumë më pak se 1000 kalori, dieta që janë monoushqimore dhe ato që thamë shpar, pra vetëm një lloj kategorie dhe eliminimi i një kategorie komplet të ushqimeve, sepse nuk është një ushqim specifik, por një kategori me zakonisht karbohidrate të thjeshta, komplekse, fibrat, sjellin në humbjen e peshës shumë të shpejtë, por kanë efekte të tjera anësore në planin afatgjat. Nëse mund na shpjegoni kur bie kjo pesha më shpejt, pra kur përdoren këto dietat, çfarë po humbasim realisht? Po, kur përdoren zakonisht me eliminimin e karbohidrateve që thamë që është gjëja kryesore, karbohidratet janë të lidhura me molekulat e ujit. Domethënë nga ana kimike, karbohidratet ne i ruajmë në trup në formën e glikogjenit dhe glikogeni lidhet me ujin. Pra 1 gram glikogjen lidh 3 gram ujë. Dhe në momentin që ne i eliminojmë në sasi të mëdha karbohidratet, humbim me litra ujë sepse gjëja e parë që ne humbim është ujë. Dhe në peshore kjo gjë përkthehet në 3-4 kile të peshës së trupit. Pra gjëja e parë që ne humbim është ujë. Nëse dietat përveç karbohidrateve, zakonisht të dieta drastike kanë dhe shumë pak protein, avash avash fillojmë të humbim indi muskulor, sepse indi muskulor që është shumë i mirë, është aktiv nga ana metabolike, pra ne kemi nevojë sepse dhe harxhon energji për gjërat që ne bëjmë në përditshmëri, për të marrë frymë, për tretjen, dhe kur jemi në qetësi, muskuli vazhdon të harxhon energji. Duke ndjekur këto dieta, avash avash humbim dhe muskulin, që është një ind shumë i rëndësishëm. Dhe ndodhemi në një gjendje ku dhjami pastaj merr pjesën më të madhe të përqindjes së trupit dhe avash avash mund të shkaktoj probleme të tjera, por për ironinë e fatit ti mund të dobësohesh dhe metabolizmi yt ulet, sepse në momentin që ti humb indi muskulor, metabolizmi ngadalsohet dhe fakti që metabolizmi ngadalsohet e bën më të thjeshtë rikthimin e peshës, sepse Pra është kemi një humbur. iluzion i përkohshëm, nuk ke Është një iluzion i përkohshëm, po, e vërtet. Dhe ne kur dëgjojmë shpesh herë që mburren edhe këto vajza, këto gra që shiko se unë humba për kaq kohë, kaq kile, e thonë me mburje, në fakt kemi të bëjmë me një shenjë suksesi apo me një shenjë alarmi. Kur humbja e peshës është shumë e shpejtë dhe bëjmë fjalë për mbajtjen e dietave drastike që t'japi realisht efektin e vet, bëhet fjalë nëse ti e mban për pak kohë. Normalisht një ditë nuk ndikon ke trupi, pra nuk krijon atë rutinën që trupi ta çbëj të gjithë indi muskulor dhe ritmin që ka, por në momentin që ne e bëjmë për 2 javë, 1 muaj, sado, dhe zakonisht promovohen në këtë mënyrë, si të humbni 5 kile për 7 ditë, ose si të humbni 7 kile për 10 ditë, ose 10 kile për 20 ditë. Domethënë promovohen në këtë mënyrë dhe funksionojnë dhe njerëzit i rikthehen me idenë se po ta kisha bërë siç duhet, ose po ta kisha bërë pak më gjatë, do më kishte dhënë realisht efektet që unë dëshiroja. Pra krijojnë një farë varësie këto dietat, më sa Po. kuptoj edhe në trurin e njerëzve që E vërtet, i po. rikthejnë sërish. I rikthehen sërish sepse është kjo ideja që ndoshta duhet isha munduar pak më shumë që të merrja rezultatin e duhur. Dhe kjo gjë krijon stres biologjik tek trupi që mblidhet dhe trupi është shumë i zgjuar, si organizëm funksionon shumë mirë. Dhe këtë gjë normalisht nuk e kupton që është një dietë, po e merr si alarm, e merr si një gjendje që ti e ke lënë në uri për shumë kohë dhe ai adaptohet dhe nëse ti përpara për të njëjtat gjëra, po flasim po për të njëjtat gjëra, domethënë për të gjitha aktivitetet që ai bën në përditshmëri, pra dhe kur jemi në qetësi, marrja e frymës, tretja etj, nëse më përpara ne harxhonim më shumë energji për të bërë këto veprimtari, në momentin që ne ulim shumë kaloritë që marrim, ai përshtatet dhe harxhon më pak. Dhe për ironinë e fatit, domethënë nëse ti hap po të njëjtat gjëra, mban më shumë, pra e mban dhjamin dhe më shumë, dhe djeg më pak, sepse trupi është mësuar që të jep shumë pak për të ngrënë dhe është mësuar që të operojë në këto kushte.
Dhe shpeshherë na ndodh që vinë pacient për shembull nga dieta të bëra nga persona ndoshta që nuk janë të autorizuar ose dhe thjesht që kanë ndjekur atë vetë nga rrjetet sociale ose influencer që shohim shumë shpesh, sepse gjithmonë është e lidhur dieta me imazhin, nëse një person që e promovon është shumë fit, është shumë në formë, i thua që po, unë duke bërë këtë dietë mund të arrijë siç është ky person. Dhe në 90% të rasteve është iluzion sepse nuk janë dieta të bëra të menduara mirë ose nga ana shkencore të bazuara në diçka shkencore mund të përdori një term shkencor, por e nxjerr jashtë kontekstit ose në tentativën për ta bërë më thjeshtë, ajo e humb kuptimin që ka realisht, le të themi. Flitet shpesh për efektin jojo. Çfarë është? Po, efekti jojo është ndodh në pjesën më të madhe të sidomos të grave të femrave dhe është ai fenomen kur ti pas humbjes së peshës në sasi të mëdha dhe shpejt, pesha rikthehet dhe shpesh rikthehet 2 fish ose 3 fish, pra ti ke humbur dhe e merr mbrapsht dhe më shumë, sepse për të gjitha arsyet që tham dhe shpar, duke qenë se metabolizmi është ulur shumë, është shumë e thjeshtë që të rikthehet pesha, muskuli ka rënë, djami ka marrë vendin e muskulit sepse trupin mund ta mendojmë si një enë, mund vendosim dhe është e ndarë djam dhe muskull. Pra, në momenti që muskuli zvoglohet, djami kalon te pjesa tjetër dhe rritet në përqindje. Dhe kjo ka probleme të tjera sepse në momentin që djami kalon një përqindje specifike të gjithë trupit, kemi të bëjmë me djam visceral, që ne i themi djam i brendshëm. Pra futet në zgavrën e brendshme të organeve dhe vendoset tek mëlçia, tek zorët, tek pankreasi dhe ka shumë probleme tjera sepse për të bërë një diferencë midis të dyjave, djami që ne themi në lëkurë është ai që mund ta prekim dhe e shohim, kurse djami i brendshëm normalisht nuk shihet vetëm nga aparatura dhe instrumente që ne përdorim për shembull në klinik, dhe është shumë i rrezikshëm sepse prodhon dhe interferon me metabolizmin, prodhon substanca inflamatore dhe mund të ketë probleme pastaj, mund të jetë shkak për diabet, për presion të lartë, etj, kështu që prandaj të marrim një efekt krejtësisht të kundërt, jo thjesht në efektin estetik, por edhe në organizëm edhe në shëndet. Kjo është gjithë mesazhi. A është e vërtetë që një dietë e tillë, pra këto dietat e tillë trupi ynë mund të adaptohet gjithsesi, pra mund të mësohet me një mënyrë të ushqyeri? Po, trupi mund të mësohet dhe le të themi që këto dieta në një plan afat shkurtër po ti mund të marrësh rezultatet që do, por nëse i le trupit realisht që mësoj pra një periudhë më shumë se 2 javë, 3 javë ose 1 muaj, to efektet anësore që ne tham pastaj bën gjithmonë më të vështira që të kthehemi prapë, sepse sa më shumë e vazhdojmë dietën që nuk është një dietë e menduar për ne dhe zakonisht nuk po flasim fare për vitamina, apo mikronutrientë, apo gjëra të tjera që trupi ka nevojë. Por sa më shumë që ajo bëhet, aq më shumë dhe në efektet anësore dhe aq më vështirë është për trupin që të kthehet mbrapsht. Adaptohet me atë stil jetese që ti po jep, sigurisht, por nuk do thotë që është zgjedhja e duhur. Doktoresha, gjithmonë është një tip kurioziteti më shumë nga shumë njerëz. Ndodh shpesh që gratë e kanë shumë të vështirë për të humbur peshë më shumë se sa burrat. Dhe cilat janë arsyet në fakt? Edhe pse ata ushqejnë njësoj, hanë të njëjtin ushqim, të njëjtën kategori ushqimesh. Cilat janë arsyet që gratë e kanë shumë të vështirë? Pse gratë votojnë kaq shumë? Edhe për këtë pjesë. Ne na takon që të bëjmë më shumë sepse jemi shumë të ndryshëm nga ana fizionomike. Domethënë duke filluar dhe me dhjamin që ndodhet në trupin tonë, e themi dhjam esencial, sepse dhjama ndahen në kategori të ndryshme. Por dhjami esencial, sidomos te femrat, është ai që ka të bëjë më tepër, domethënë jo me funksionin si rezervë energjie, por ka një funksion tjetër që na përgatit për shtatzanin, për mbrojtjen e fëmijës në momentin që do vijë në jetë. Dhe në krahasim me meshkujt ne kemi më të lartë, domethënë dhjami esencial te femrat kalon nga 10% në 13%,
Ndërsa te meshkuj nga 2 deri në 5%. Kështu që duke filluar që këtu Jemi në dizavantazh jemi në sërish. dizavantazh, po. Pastaj edhe nga ana fizionomike dhe për muskulin ne kemi tonë muskular më të ulët dhe kjo na sjell për arsyeën që folëm shpar. Duke qenë se kemi tonë më të ulët muskular, kemi metabolizmi është më i ulët, pra duke ngrënë të njëjtat gjëra dhe duke bërë të njëjtat gjëra, një mashkull sidomos varet edhe me moshën normalisht, por një mashkull zakonisht harxhon shumë më shumë se sa një femër dhe në dietë kjo gjë reflektohet. Megjithatë gratë vazhdojnë të jenë më të bukura, por për më Patjetër. tepër janë edhe shumë më vitale sepse sillin fëmijë në jetë dhe kjo është edhe një arsye Po. që nuk do shqetësohen shumë për këtë pjesën që Po. burrat humbasin Po. më shpejt. Jo, por duhet të them që është ana fizionomike. Jemi bërë në këtë mënyrë, Në kështu këtë që mënyrë. nuk Sa i takon ciklit menstrual, a ndikon në oreks, në energji, në rezultatet e një diete? Po, nëse e ndajmë le të themi faza luteale, që është faza para menstruacioneve, para ciklit menstrual, ne kemi tendencën dhe trupi jon kërkon më shumë karbohidrate, sheqerna sepse ka nevojë për energji. Dhe mbi të gjitha dhe humorin nuk e kemi shumë mirë në atë periudhë, sepse niveli serotoninës bie. Pra, dhe ushqime që kanë pak më shumë kalori na ndihmojnë dhe që të ndjehemi dhe më të ngopur apo dhe më mirë nga ana emocionale. Në momentin që në fazën folikulare, kur pra pas ciklit menstrual, jemi më të gatshme, mund të stërvitemi edhe më shumë, mund të bëjmë dhe një dietë, ndoshta edhe të kalojmë me më pak kalori, sepse trupi e ka kaluar këtë pjesë, është i gatshëm të vazhdojë nëse kishim një program për shembull në palestër apo kështu, mund të bëjmë dhe një aktivitet pak më intensiv. Pra, është shumë e rëndësishme dhe dim të gjëra, sidomos në rastin tonë për femrat, sepse ka pak informacion ndoshta edhe për këtë pjesën dhe në momentin që ti e di dhe kupton se si funksionon trupi yt, atëherë mundohesh ta ndihmosh, të jo të shkosh kundër. Çfarë duhet të ndalojmë ne së besuari rreth dietave? Domethënë ne ku duhet të besojmë saktësisht dhe çfarë duhet të lexojmë apo çfarë duhet të bëjmë për të patur një dietë të shëndetshme, kuptohet? Po. Pa efekte negative. Po, është pak e vështirë, sepse ka shumë informacione të po them, dhe shumë shpesh informacionet janë kontradiktore, çfarë them, për shembull, nuk e thot një person tjetër, profesionist. Por duhet të ndalojmë së menduari që trupi ynë është bërë për të funksionuar vetëm me gjëra shumë specifike. Trupi ynë është bërë për të funksionuar duke ushqyer me të gjitha llojet e ndryshme, thjesht dhe është shumë mirë sepse edhe duhet ta ndihmojmë nga kjo pjesë. Ka nevojë për nutrientë të ndryshëm, ka nevojë për vlerë të ndryshme ushqimore që nuk i gjen normalisht te një ushqim ose dy, por nga të gjitha mund të përmendesh të ushqime që ne nuk do të eliminojmë, pra ne do t'i kemi pavarësisht. Po të gjitha, nuk ka asgjë që duhet eliminuar. Unë sipas teorisë time dhe studimeve që kam bërë, jam që ushqimeve nuk duhet heq gjë. Ndoshta duhet t'i shtojmë që ta bëjmë si pjatë më të plotë, sepse ushqimi vetë siç është shumë i mirë, por në sasi, sepse sasia më tepër dhe Pra do t'jemi të rutina që ne kujdesshëm te kemi. sasia. Te sasia dhe rutina që ne kemi, sepse ka për shumë njerëz që nga puna janë shumë të lodhur, arrin në darkë dhe shumë shpesh konsumojmë dhe pa e pasur mendjen që për shembull ose duke bërë gati gjërat për darkë mund të ham diçka tjetër dhe aty kalojmë pak. Por vetëm sasia dhe të konsumojmë nga të gjitha, sepse ushqimet janë komplekse, nuk sjell vetëm protein ose një sheqer ose një fibër. Pra të gjithë që mund të shohin shembull më të mirë, doktoresha është shumë elegante, por nuk ka hequr asgjë nga dieta e saj, thjesht është e kujdesshme me sasinë. Ky mund të ishte një shembull tipik që njerëzit duhet ta kuptojnë që duke hequr ushqime apo vlerat ushqyese, nuk humbasin në peshë, por përkundrazi mund edhe të shtojnë, por edhe mund të dëmtojnë shëndetin më rënd. Pra ky mund të ishte një mesazh i përgjithshëm për të gjithë shikuesit. Unë jam shumë kurioze të di edhe diçka tjetër, doktoresha, duke qenë se tashmë ne jemi bërë shumë sklavi i internetit, informacioneve që vijnë nga gjitha anët. A ju ka ndodhur që prej këtyre të jenë edhe në mosha të reja, pra adoleshentë që i përdorin? Patjetër. Dhe risku është më i madh tek kjo grup moshë se sa tek të rriturit? Patjetër, sepse duke pas parasysh faktin që adoleshentët akoma po rriten dhe trupi është akoma në zhvillim, dhe nëse ne futemi në këtë kulturën e dietave të rrepta dhe të këqija që kur jemi të vegjël, sidomos të adoleshentët, pastaj do kemi probleme me çrregullimin në ushqyerje, sepse krijojmë një raport me ushqimin që është gjatë gjithë kohës në tension
Dhe patjetër do ketë pasojat të tjera, është më keq kur nisin që të vegjël. Në çfarë moshe ju ka rastisur juve? Deri në çfarë moshe tentojnë për shembull që të vazhdojnë një dietë? Po ka nga të gjitha mosha, duke filluar që nga mosha 15, domethënë fillojnë edhe më të vegjël. Mua personalisht nuk më ka rënë rasti, por 15 është një nga moshat që neve dhe na ka Ndeshëm. ndodhur shumë shpesh dhe në atë rast pastaj marrim një lloj rruge tjetër, sepse bashkëpunojnë dhe me profesionistë të tjerë për ta ndjekur adoleshentin, domethënë nga të gjitha pikpamjet, sepse nuk është vetëm pjesa e nutricionit, por shumë emocionale, psikologjike që duhet parë më mirë. Sigurisht. Nëse do t'i thoje një mesazh trupit tënd sot, pas gjithë dietave që ke provuar, çfarë do t'i thoje? Do t'i thoja dhe realisht e kam provuar sepse ndoshta na sjell pak dhe profesioni, por dhe për kuriozitetin tim i kam provuar të gjitha dietat që mund të them nesër pas nesër me një klient, një pacient që po e kam provuar dhe të kuptoj pse ndoshta njëri mund jetë i pakënaqur ose i lodhur ose i stresuar. Por do të thoja që kur në momentin që na arrim në një moment të vështirë, që nuk ndjehemi më mirë në trupin tonë, është një moment shumë i mirë për të reflektuar dhe për të menduar që a është kjo zgjedhja e duhur që unë po bëj në këtë moment. Dhe nëse kjo gjë mund të bësh në planin afatgjat, unë e mendoj gjithmonë dhe në këtë pikë. Pra, nëse është një dietë kaq e mirë, dhe unë nuk e bëj dot në planin afatgjat, a ja vlen realisht? Do thotë që ka diçka që nuk shkon. Kështu që dhe jo çdo dietë funksionon për të gjitha trupat njësoj, sepse trupat janë të ndryshëm, është një nga gjërat që ne flasim vazhdimisht. Dhe duke pasur parasysh të mendoj që një dietë e personalizuar, domethënë dhe që i ndjek të gjitha nevojat e trupit, do t'jap rezultate, do t'i japi në planin afatgjat dhe për gjithë jetën, sepse unë mendoj që objektivit paktën joni si profesionist duhet jetë që nesër pas nesër njeriu të jetë shumë i qetë në zgjedhjet ushqimore dhe të vazhdojë të mos ketë nevojë në mënyrë konstante për këshillim ose është më tepër riedukim ushqimor sesa konsulta le të themi thjesht mjekësore. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë Faleminderit. që ishit në këtë podcast, shumë të rëndësishëm dhe që prek pa diskutim të gjitha moshat, të gjinit dhe shpresojmë që ndjekësit tanë të reflektojnë dhe të bëjnë më të mirën për shëndetin e tyre, për trupin e tyre e të përmendjen e tyre sepse janë të lidhura të gjitha bashkë. Po, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju.